Këto janë pamje të rënda nga një konflikt masiv mes rreth 20 të rinjve para ditën e kësaj të premte në lagjen Zdrale pranë shkollës Shejnaze Juka në Shkodër. Siç duket nga pamjet, në fillim një grup të rinj shpërplasin me një grup me 10 persona të tjerë, të cilët i kanë rrethuar dhe i kanë goditur duke përdorur dhe mjete prerëse. Ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë së shkollës, që Vision Plus i ka siguruar. Mes të rinjve kishte edhe ata që gjuanin me sende të forta si shkopinj, por policia thotë se janë sekuestruar dhe mjete prerëse. Si pasojë e këtij konflikti, 3 të rinj mes tyre 2 vëllezër kanë mbetur të plagosur. Ata janë transportuar menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pas marrjes së ndihmës së parë, mjekët konfirmuan se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. 2 prej të lënduarve janë nxënës të shkollës së mesme. Policia njoftoi se personat e përfshirë në sulm janë identifikuar dhe një 17 vjeçar është vënë në pranga. Besohet se ai është nxënës në të njëjtën shkollë me njërin prej të plagosurve. Besohet se konflikti ka nisur më herët mes të rinjve dhe ka degeneruar në dhunë. Hetimet vazhdojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë.